Gjonës këm dasht me u bo protagonist politik, se vërtet jam deputet I ri, po deputet kanë marrë pak të 13, unë I kam koleg, puna deputet është punë shumë bujare, punë e ranë, po me gjithata nuk është që u bona I punë shumë e madhe për këto një vjetë e diqka. Dhe kom mendu që jo gjithë pagën, po një pjesë spaku, një pjesë të asaj pagë, ta japim, unë nuk e kom marrë atë pagë, s'u m'ka taku, me gjithata kom pranu që edhe unë me dhanë prej tyrave të mija, një bashkan gjitë saj thirje, edhe vërtet shoqatat e tilla ose organizatat që mbështesin këta fëmijë ka nevojë për ndihmë. Edhe mendoj që nuk është vlerë e madhe për asnjë deputet, sepse pagat janë ato që janë. Nuk e di tash ku me mendu si me shty këtë procedurë përpara, unë për veti do të pa marrë parasysh që ka vendosin deputetet e tjerë, do ta jap këtë sasi të pagës ose të pareve. Edhe mendoj që gjanat e tilla sa që tingëllojnë populiste kanë vlerë tek njerëzit të cilët s'kan interes, as nuk kanë ide, as nuk dojnë me dita merrem na me politika apo me populizëm. Për ata është më rëndësi me pas mbështetje. Kjo ka qenë krejt ideja dhe do të provoj ta çoj deri në fund, sepse sado që është gjest I vogël, mendoj që ndikimin e ka të madh.